أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم يقول تعالى في آية أخرى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم Vllazër besimtar, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu pas këtive lutjeve dhe salavatit mbi të dërguarin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam lusim që neve edhe gjithë xhamateve ka janë botë namazin e xumës ka bultja ban inshallah. Normal se tema jonë lidhe me mujt e mdhaj edhe me ibadetin më të madh për ibadeteve që e krijon muslimanët, lidhe me haxhin ashe hapur. Nësot do të kalojmë inshallah në vazhdimin e disa ajeteve lidhe me kontekstin e temës tonë. Me fillim prej ajeti 35 surat Ibrahim, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم. Në ajetet 124 edhe të cilët vijuan në derset e kaluara në lidhje me temën tonë suratul Baqara me lutjet të cilët Ibrahim a.s. në kohën e tij ja bani Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, ato ishin që Zoti Jalla Shanuhu qabën ta ban shtëpi sigurimi. Ta ban shtëpi sigurimi jo në atë kuptimin që sigurohen gjonat sot, por njeriu i cili hin ta tjeti mbrojtur. Në rregull. Prej lutjeve të Ibrahim a.s. që i bani aj ishin që Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu ta ban shtëpinë ta të jap rrezik edhe të furnizojnë njerëzit të cilët jetojnë rreth asaj shtëpie prej të mirave të tij që ka kriju Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu. Mirë po këtu u shoqërojnë të lutje me disa urdhra të Allahut të cilët ja tha Ibrahim a.s. tha o Ibrahim, të cilin Allahu Jalla Jalaluhu e bani dost. Tha në Kur'an i Kerim wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, unë Ibrahimin e kam bë dost. I tha tahhir bejtija lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud, qabën shtëpinë time të ibadetin tokë ta bëjnë pastër për ato që vinë me botavaf, që vinë me botavaf, edhe me bë sejdë me nejt ulëm ta dhe me bëj ibadetet lloj-llojshme. Në rregull, pra do ishin urdhat Allahu Jalla Jalaluhu e do ishin lutjet Ibrahimit. Pasi që Ibrahim a.s. ndërtoi qabën e bani lutjen absolute. Prej lutjeve më të mëdha që i ka bërë me dur profet ka Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, fa Rabbana taqabbal minna, Zot na pranoj ibadetin, na pranoj ndërtimin e qabës. Edhe luti për vetë dhe për birin e vetë, wa ja'alna muslimain lak, bana musliman të dive. Këto ishin kejt derseve të kaluara këto biseda. Bana musliman të dive. E man fund tha Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Tha o Zot, qojeni pejgamber, qojeni të dërguar, qojeni dos prej doslarve tu në armërinë e lartë. Kjo ishte derë fjalët e fundit të dersit fundit sot një javë. Edhe mbyllëm me fjalët se ne muslimanët kur lutemi te Allahu xhalla xhelalu
ka pak jemi të gutshëm për shkak se kemi dëshirë që lutja jonë më njëherë të kalon. Po dash kemi mësu prej pejgamberëve të Allahut se kur të lutesh, kur lutja jote, lutja jeme edhe jotja pranohet. Ibrahim a.s. e ka lutë Allahu xhalla xhelaluhu para disa mija viteve që ta çonni Muhammed në këtë dunjë. Mirë, pa Allahu nuk e çoi mas vdekjes atij më njëherë. Po pas vdekjes atij çoi një numër të madh pejgamber. Mas vdekjes atij çoi një numër të madh kombësh. Mas vdekjes atij çoi një numër të madh popujsh, e lloj libra prej qielli e mas mija viteve lutja e Muhammed, lutja e Ibrahim a.s. të realizohet kur Allahu xhalla xhelaluhu e çon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pejgamber këtë botë, edhe me ta gjithë pejgamberëve me librin e tij, gjithë librave qiellori ju jap fund. Pra jo çdo lutje që ta bëjë muslimani është edhe obligim me u pranu, më njëherë ajo pranohet më vonë. Po ajo kur të pranohet, ai që e ka shlu, ai që e ka bë, ai që e ka çu, është në interesin e atij. Kur të pranohet a ditë, është në interesin e atij. Është më rëndësi ti me u lut. Këto ishin fjalët e dersit ditës xumah që ka kaluar sot në javë. Vazhdojmë me një lutje të Ibrahim a.s. një ditë prej ditave, kur Ibrahim a.s. e ban një hijrat prej Irakit, ku ishte vendlindja e tij deri në Palestinë. Prej Palestine mas zullumit që u bë, e boni hijratin e atij për në Egjipt. Prej Egjipti pas zullumit tjetër, e boni hijratin e vet për në Mekka. Pra Ibrahim a.s. pas ka bën shumë hijrate. Ai s'pas ka qenë asnjëherë ngulën me një vend deri në fund ku ka pas ai dëshirë me arrit. Pse kështu? Është sunneti i pejgamberëve. Është sunneti i Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu që ato të cilët e bajnë vërtetën mbi tokë mos ja rahat. Ato të cilët fjalën e vërtetë folin që janë sulmu. Ato të cilët fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu e shpërndajnë në mesin e ative shka fjalën e Allahut nuk e dojnë, të janë përzonën. Është sunneti i Allahu xhalla xhelaluhu. Për atë shkak Rasulullah a.s. me ardhen prej gari Hiras, me ajetin e Allahu xhalla xhelaluhu iqra bismi rabbika alladhi khalaq, zatatit e shoqja ati të nona jonë e nderuar Hatija radiallahu ta'ala anha, dhe i tregoj rasin se shka i ka ndodhur nga gari Hira. Pasi që Hatija i tha Rasulullah a.s. fjalë që pat për t'ja thonë, më në fund i tha, të më falni, këthajte, të më falni, me Hatijën shkojte prifti asaj koha e cile kishte emrin Waraka ibn Naufal, prifti vjetër dhe i lexuar, i tha, pas gjitha fjalëve tha, lejteni kuntu shabban idha akhrajaka qaumuka la nasartuka inda idhin nasran muazzara. Tha me qenë se unë në kohën kur të përzoje fisi jot, kisha qenë gjali rit, kisha ndihmu që shini mori vetit. I tha Rasulullah a.s. me një lloj habije, ewa hum mukhrijia, tha ato dhe të më përzona, tha s'ka pejgamber i Allahu prej vllaznive të pejgamber që javë ka pru njerëzve fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu s'ka qenë i përzonën. S'ka pejgamber prej pejgamberëve të Allahut i cili njerëzve fjalën e Allahut javë ka thonë dhe ato nuk e kanë përzonë. Gjone një prej pejgamberëve në historinë e atij, i cili ka jetu me një vend prej vendeve, ka thirë me një kom prej kombeve, edhe ai kombi ati nuk e ka përzonë ata. S'ka asnjë. Pra ka pas drejta ki gjali Haxhës Hatijës, kur i ka thonë Rasulullah a.s. këtë fjallë. Se ajo zati i ndodhë në vitin 622 Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e transmeton Kurani i Kerimi qartë në suratut Tauba. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar." E përzonën, tha, nuk tha dul prej Mekkës, tha përzonën Muhammed Mustafa, mijallarët edhe të tjerët të cilin ishin rreth atij të jetuar në Mekë. E përzonën. Në rregull. Ibrahim a.s. ishte i lindur në Irak, lidhe me zjarmin e vështimin e atij prej anës Allahu xhalla xhelaluhu, e bën hijratin e vet për Palestinë. Në jetë shumë shkurt në tokën e Kenanit, ju bë zullumi i ditur nis për në Egjipt. Në Egjipt kush i ka bë zullum është shumë karakteristike. Zullumin në Egjipt prej ku e ka takuar shumë interesant, është mirë për çdo njeri me ditë, për çdo musliman. Zullumin në Egjipt ja vuni gruaja. Ajo gruaja ati e kishte emrin Sara, e cilës Allahu xhalla xhelaluhu nuk i kish falë vllad. I tha burrit vet për këshill me pleçnin e futur thall mas 96 viteve pleçni. Tha martov me këtë robreshën që po na ban hizmet. E kishte emrin Hajar. Ibrahim a.s. e martoi robreshën, e boni grua,
pra ajo fero bresh, ajo shërptorja ju bo sarës asaj zonjës madhe ortake e barabart të burri. Masi që ju bo ortake e barabart, Allahu Gjelle Gjelalu deshti që kësaj ortakës diti fale vlad, a e vladi i këti ishte Ismail a.s. Për nga meri Allahu Gjelle Gjelalu në armërin e ti, i hini hasedi, e kapi gjelozia ortakën, sukur qka e pas këna det ortakët gjelozi me i pas burit, nuk po baj ka buri me i ble njonës dishka e qetrës dishka jo, nuk po baj ka buri njonën me këshirë me busqeshe, po të dhja të në gjak, për shkak se pudashka me usel me ta me drejtësi. Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë walan ta'dilu bejnë në nisai walau harastum, edhe me desht ju me gratë me që me drejt kote keni e pa munduna për shkak se mrena kanë gjamë kvalitetit më të hol, pak me preka i thajat edhe janis me qajt apo ban diçka një dam qëtër krijesore. Walan ta'dilu bejnë në nisai walau harastum, edhe me desht sa do me bota ma qarlët me punu me to drejtësien dherin fund me që e keni kot. Pra, e sidomos ortake kur janë, sidomos ortake kur janë. Tha mere këtë grue, edhe këtë fmi largoma prej këtu larg, në atë vend prej vendeve që ato mo kur nuk i shop. Jo dil nga të shpi, jo dajun dho, jo shkat dush ban, jo shkon shër, po shko aq larg me ta dhe me gjallin e asaj. Gjalli asaj, jo gjalli jot, gjalli asaj. Shko me ta në atë vend ku ajo nuk thejat mo asë nëherë. Ibrahim a.s. Për nga meri Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, a i dosti i malë prej doslarve të Allahut, e mur gruën e vetë, e mur gruën e vetë ditën me gjithë gjallin e ti Ismailit për i posa lindur, edhe prej Egypti anis me kalu detin e kuq, me shku larg dikun me lonë ku ortakja s'do me par takën e vetë mo. Larg, dimijes disa kilometra larg. Jo prej Kumanovës nga Zibab me që me lanë, jo prej Kumanovës Prishtin, jo në Stambol, 2800 kilometra larg. Ka arë me një vend ku nësë dhe njohi me emnin Mekka, ka arë me një vend ku na kemi shpijen e ibadetit të cilë aje kanë ndërtu me dur të veta, edhe munat vend Ibrahim a.s. në mesin e shkratinës, pa pikuj, pa kokër fritit dhe një pëmës prej pëmëve, pa thije murit ndërtuar në atë vend, e len gruën e vetë dashur, e len gjallin e vetë dashur, edhe të dive me një moment prej momenteve ja u këthen shpinën, me një torb, me një strajt, me një qese hurmash, edhe me di pika uj që i kishin marrë me veti, ja u këthen shpinën nisët më artë e gruja që e ka përzon prej shpije me gjithë gruën qëtër. Qka kjo jetë kështu? Qka kjo jetë? Po nëse njëri prej njerëzve bashkohor dhe pronë kështu, si kish me qena thu si kish me qena thu bindja e popullin ndajtin mesin ton. Thëshin, heq që brati i bre, heq që brati i baj për hatër të gruës, kësa i grue e murat qëtër ngruë, e qoj e lanë s'ka i ndunjohës me gjithë gjallin a gje, le që e la hupi gruë me gjallë, po u këthita ajo shka s'kish gjallë. Njerëzit këtu të na fonin shmos, mirë po, në këtë histori kuranore, flitët për dishka qëtër sen. Kjo histori kuranore shka është? Kur gjonë pa qëtër sen, përveç se universitet, përveç se shkollë për njerëzien të eri ditën e kiametit, me ditë se shka do me thonë me pas njerin prej të cilit mundesh me vujt në shpi, me ditë shka do me thonë ortake, me ditë shka do me thonë fjala grua, me ditë shka do me thonë fjala zullum, me ditë shka do me thonë fjala durim. Gruja, ajo gruja zaif me trup, ajo gruja është kretë zaif me koc edhe me mish edhe me sistemin qelizorës më feman. Basi që Ibrahim a.s. ja këthej shpinën, edhe e lanë shkratin veç vetë me gjallin e vetë. Unis me shpinë këthime për gjithë mund, do shta mos mu pa mo, edhe njëherë vikati me zatë nëllë, tha ja Ibrahim, a anta taraktana huna am min indillah, au Allahu amarak, fa Allahu t'ka urnu min alon mua dhe këta këtu ati për në alen prej mendës tënde, tha jo, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu, aj më tha me ju lon juve di këtu, tha idhab, aj shko, idhan la ju dhajjan Allah, ju dhajjun Allah, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu mua, edhe këta nuk në humb. Zaif me një onë, për në onën qëtër kulmi i fuqijës, në onën e besimit,
në anën e imanit, në anën e mbështetjes në Allahu xhalla xhelalu, s'ka më fort mo. Kjo është niveli më i lartë. Kështu beson njeriu. Kështu duhet beson një mashkull, kështu duhet beson një grua, kështu duhet beson një musliman. Allahu amaraka bihada. Allahu ka urdhëruar kështu afa. Po, aty po na lën. Jo, Allahu ka urdhëruar, unë po jo me urdhën e atij. Ai shka tha se nuk na humb. Nuk na humb. Nuk ju humb mutlak. Do të igraje durt Ibrahim a.s. Do të lutet Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu li lutje, të cilën Allahu në ajetin 35 mas mia viteve asjell Rasulullahit edhe ummetit atij deri ditën e Kiametit surat Ibrahim në ajetin 35 ka thonë Rabbana waj'al qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha al-balada amina. O Allah, këtë vend ku pelo, këtë njeri këtu me këtë foshnje të vogël bane qytet ja Rabbel Alamin. Jo vetëm bane qytet, po bane qytet sigurimi, bane qytet që njeri u preja në kanë votës kur të vejnë të hije mrenda, tjeti sigurt. Si tjeti sigurt? Që mos jeti raskapitun, po, që mos jeti ngucur, po, që mos jeti vram, po, që mos jeti vlagun, po në atë mënirë tjetë aq i sigurt, sa që kur të hijen të mrenda, të harroje se ka grue. Kur të hijen të mrenda, të harroje se ka evlat. Kur të hijen të mrenda, të harroje se ka tuk, në të harroje se ka porez. Edhe këta kush ka qenë haqe ka përjetu, atje njeriu se din se sa gjemi ka mo, atje njeriu se din se sa gra i ka mo, atje njeriu nuk e din sa ara i ka mo, atje njeriu nuk e din se sa pagun rrimën edhe sa pagun tatimin e shtetit për një vit. Kjo është evidente për shkak se është i izoluar prej kësaj bote mo, është në bazenin e rahmetit Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu Ibrahim a.s. pejgamberi joti i dashur, të cilin Allahu xhalla xhelaluhu ka bëu baba i pejgamberëve, ka bëu dua, e ka lutur Allahu xhalla xhelaluhu, o Zot bane vend sigurimi këta. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Lutja, pjesa e lutjes, pjesa qetër e lutjes, tha mua edhe e vladët e mi, o Allah i jem, mos na i ban të mundën asnjëherë që ma putit sejdë t'i bojmë. Mos na ban prej ative që dvasave, e hekrave, e gozdave, ju bojmë sejdë ja Rabbel Alamin. Mos na ban prej ative. Allahu xhalla xhelaluhu këtë lutje ka bo kabul, e ti sot në këtë xhami i ban ibadet Allahut në mënyrën ai që çdon. Po mos kishe qenë ummeti Ibrahim Muhammed Mustafas, po mos kishe qenë ti, a i zotria i cili i takon milletit dinit Ibrahim a.s. Sot e din shumë mirë ku kishe pas ibadet me bon këtë varë. E din shumë mirë se në vend se sot ta mbushësh këtë xhami, kishe me mbush promat për shka ishin lëllë qirët mazdarke atë shpijin tjetër. Kishin timu qert me fener nesër, apo mas nesër, nëse ti nuk kishe qenë në hijen e lutjes Ibrahim a.s. para 1000 viteve. Pra për këtë duhet thëjsh elhamdulillah, shokor falimenderim special Allahu që të ka falë në dinin e Ibrahimit, edhe që të ka bo ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O Zot, mësë mban mu e kur edhe qunat, gjemt, nipat e mi, që ato putit i bojnë ibadet. In rabbi innehun në adlan në kathira minë nas. Këto fa idhuj, qofshin njerëz, qofshin idole ndryshme, numrin e madh të njerëzve e kanë qitë prej taktit besimin vërtet, e kanë qu me besu kote dhe e kanë fund zjarën e xhehenemit. Hala ka problem, nuk ka zgjidhi gjithë problemi xhamatin ndershëm. Sot mas 5000 viteve mas Ibrahim a.s. Sot mas 1500 viteve mas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sot mas derseve tulemave në për kursia xhamijave. Sot mas derseve tulemave në për televizore. Sot mas derse tulemave në revista. Sot mas derse tulemave në mikrofonet e radios. Prapi i rive dhe i reja jo nuk përdojnë me kuptu për gabimin që e bojnë dhe ju tërheket vërejtja natë ditë moni, se kjo fjalë nuk ban mu full, ato prapa vazhdojnë. Për shembull, i thojnë krijetarit Zoti filoni, i thojnë krijetar qetrit krijetar Zoti Rugova, i thojnë Zoti Enver Hoxha, i thojnë Zoti Ramiz Alia, i thojnë Zoti Klaus Kinkel, i thojnë Zoti Helmut Kohl, Zoti Bill Clinton. Sa Zot na i keni o njerëzi kemi qef ta dim. Zoti Jelcin apo Zoti Slobodan Milošević, sa Zot na i keni o burra. Po lini ma këto marri o njerëzi e nderuar.
Lini këto marrimo, lini këto modernizimet kalta se ju qojnë gjahenem nesër. Pa dishim gjahenem ju qojnë nesër. Ju që ato shka përdor një terminin Zoti Rugova, që ato shka përdor një terminin Zoti Gligorovi, që ato shka përdor një terminin Zoti Enver Hoxha, Zoti Kje, Zoti Sali Berisha, ta keni nërmen se natën e vorit, kanë me ju pyt, ka keni Zot, nuk keni mundësi me thonë që tërsen përveç se Zoti jam ka qenë Slobodan Miloševići, apo Zoti jam ka qenë Kinklea ka qenë, Bruno Krajski ka qenë, Helmut Kohli ka qenë, Zoti Butros Gali ka qenë Zoti jot. Keni kujdes një herë për gjithmonë, tërhekne këtë kartë tërhekne këtë zheton prej kabinës telefonit për shkak se ki zheton zarmë gjehnemit ka mi ushti nesër. Thoni dishka qeter, edhe 1 milion termine qera e ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Largone prej këtive punëve mo. Unë e di se ju o njerëzi nuk e keni ndërmen për hoxhës me morë. E di e kam qartë, nuk e keni ndërmen për hoxhës me morë. Se ju thoni, hoxha si di këtë punë, a i terminologjin nuk e njef, se na nuk e kemi për qëllim, Zoti a i Zoti shka ka kriju, po përdojmë me ndëru. A vetë me fjallën Zot ndërot njerja. A vetëm me këtë emën Zot njeri ndërota. A s'ka emna qera dhe epitete qera për të ndëru njeriuna. Edhe 1 milion qera epitete janë për me ngrit njeriun. Thuj vlau im e ke bon 1 milion herë më të madh se shka po i thu që të rësen pra. Thuj vlau krijetar. Thuj vlau krijetar. Thuj Zotriu krijetar zvëgle e pak. Kjo ishte një në numrin D në kohën bashkohore. Qka me ndoni për filan kanktarin, po, thot, ajo bia ajo në cila haber nuk ka, se nesër ka me dek, do t'a pysin, se ku i bat i badet? I badet i bat, adhurot vetëm Allahu, ajo rahat në televizor, thot, po, filan kanktarin e adhurojun shumë, pra, i baj i badet. Adhurimi është i badet. Adhurimi nuk nën kupton që tërsen. Nën fjallën adhurim nuk nën kuptohet respekti. Po nën kuptohet ramja e njeriut me bal në sejde, dhanja e zeqatit, dhanja e fal një agjerimi një mujt, është adhurim, zeqate është adhurim, namazë është adhurim, haqja është adhurim. E adhurej kanktarin unë, e adhurej filan hoxën unë e adhurej filan kongën, natën e vorit biri dashur, natën e vorit bia dashur, kanë me të pita gje kur të hishë në vorë, kanë dhe ke adhuru kur ke qenë bitokë. E ka madhuru filan kanktarin s'pejzo me emna se për në ilnon. Tama, e që ta është pranë këtë venit e gush këtu palom, këtu paluster, në këtë salonin e koncertave gjarpnive, në këtë salonin ku kanë koncert bubracat, në këtë salonin e koncertit krimave ku kanë me hongër prej hundës edhe gishtave tu, pra dil adhuroje atë që t'ka këndu konga në botë, se na i kemi shlu askerte tonë sot me krime e bon koncertin e vetë mbi organizmin tanë shumë të bukur. Urna, qindra pra. E du, e respektoj, e nderoj, e daloj prej qerve, ani, e adhuroj. E adhuroj. Adhuroni sa të muni. Ibrahim a.s. që 5.000 vite me radh e me parë nështa. A thë rabbin në hunna. Adlalna kathiran min an-nas, ki idolizmi, ki adhurimi pa lidhje, këto emrat Zot pa lidhje numrin e madh njerëzve kanë çu poshtë, ka thënë Ibrahim alayhis salam. Innahunna adlalna kathiran min an-nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Ato që mua do të më shkojnë mas, çai që do të vjen mas sunnetit tem, ka thënë Ibrahim alayhis salam, asha jemi. Aja jemi. Ai do të kalon me sigurinë këtë botë mirë. Ai natën e vorrit do të kalon mirë. Ai pa që kalon natën e vorrit mirë, mas vorrit do të kalojë mirë. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. E që tash kam dëshirën prej xhamatit që t'ja vën mendën mirë pjesës fundit doas Ibrahimin këta jetë. Për shkak se Kurani i Kerimi është mrekulli në çdo fjalë që e ka thonë në atë vend ku e ka thonë është mucizën vete. Ka thonë Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kush më shkon mu mas ash i jemi. Wa man asani, çka ka pas rendin me thon? Rendi ka qenë me thon, ai që nuk më shkon mu mas ash i uji. Jo, nuk ka thon pejgamberi Allahut kështu. Ka thon ai që shkon sunetit te mas ash i jemi. Ai që mban gjuna mua, rendi ka qenë me thon ti duhesh me denu. Nuk thashtu. Tha ti ja fal ati. Tha ti ja fal ati. Ai që i pason rrugës teme, ai që shkon vijës teme, ash i jemi. Ai që nuk shkon vijës teme, ti je për ata falës,
edhe ti gjunat e njerëzve i fal, o Allah ju. Rabbi innehunne adlelna kathira min an-nas, faman tabi'ani fa innehu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Fa Ibrahim a.s. në atë vendin ku i ka ndalë, ku i ka vu kom të vetat shejta, i ngrejti dur për pet, ja pa këthi shpinën gruës edhe gjallit vogël posa lindur Mekka, në atë zalën e djegën a gjerë pas një njëri. Fa Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Fa o Zot e lash, një pjesë familjes teme në vendin e pashoq, në vend pa njeri, në vend pa dëshmitar, në veç ti e dëshmitar dhe shoqërues nuk ka për ta, i lash për ja thaj shpinën, po i lonën kujdesin ta ndo Zoti jam. Me një vend ku s'ka të mjela, me një vend ku s'ka të kora, me një vend ku nuk ka të vela, që atin qatë vend ku s'ka të mjela dhe të kora dhe të vela, po i lonë një pjesë familjes teme, dhe me thonë gruën, edhe gjallin në kujdesin tanë, ja Rabbel Alemin. Mirë po të lutëm hala, po të lutëm edhe pak. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara' inda baytika al-muharram, dha Rabbana li yuqimu s-salah. Tha po i la o Zot, jo me ndërtu katrore, po t'i la o Zot, jo me ndërtu ura, po t'i la o Zot, jo me ndërtu tunele, po t'i la o Zot, jo me ndërtu saraje. Rabbana li yuqimu s-salah. O Allah, po t'i la me u fal namazin ti e me të bo sejde, ato që ka të bojnë ti e sejde dhe ta falin namazin, ato ti me siguri shoqëron me mirësit e tua, ato kur nuk do të vujnë. Faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Bani o Zot, nëse ka mundësi pak me lujtë para për shkak gjumon. Li yuqimu s-salah. Fa o Zot, po i la me fal namazin. Do me thonë, unë po i la ato dhe kam dëshiren që t'jenë prej ative robëve tu, që urnat e Allahu Gjelle Gjelalu bazore asë njëherë si lanë mas shpine. Ata besimtarë që urnat e Allahu Gjelle Gjelalu nuk i lanë mas shpine janë nën kujdesin e Allahu Gjelle Gjelalu edhe ja u plëtson aj dëshiret e ative të cilat ato prej Allahu për t'i marë dëshire kanë. Pram me një mezhlis prej mezhliseve, ishte një pyetje prej pyetjeve, pse një fere që po bin tash, për një shekull, për 100 vetë prej viteve, po zhvillohet aq fort, sa që po duket mesin e popojve sa është e gjallë. A Islami sa fe vjetër është pikur është, dishka ka stagnu me një vend. Pse kështu? Qka është halë a thu? Kjo është e vërtet prej të vërtetave pa më ushme, se një me është e vërtet prej të vërtetave pa më ushme, se muslimanët kanë stagnu me një vend, do qërë po dalin sot, nesër për një kohë shkurt po dokën se janë gjallë. Së kërkush për shembull. Prej kura është budizmi fe? Prej Parnat. Buda ka qenë njeri, a shëndrunë Zot, po i bajnë një badet, qka ti bajnë? E që ta është budizmi ka përhap botën, ka përlana për disa popoj, mërë vesh, 4.400 Gjermani janë bo budista. E ka lonë krishterizmin e vetë, evangelizmin e vetë, e ka lonë janë bo budista. Qka u bo? Pra ato budistat prej Kine dhe prej Japoni, ka nërë në Gjermani po therrin budizëm. Budistat prej Kine, Japan, Korej, Taiwan, Thailand, ka nërë po therrin në Gjermani budista dhe kanë korë sukses. Kanë korë sukses në Norvegji, kanë korë sukses në Finland, kanë korë sukses në Gjermani, kanë korë sukses në Danimark, po korën sukses në Vicër, kanë korë sukses në marë Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Në regull, kush e boni këta? E boni këta thirja misionarve të ative të cilët për atë feme thirë kanë dalë. Sa veta thu i kanë qua ato agje? Unë e po thëmë 1.000, ti thu edhe 1.000, 2.000, hitë shprish pun. Unë po të pisë 400, ku e kam sinin. Sa burra tonë janë Gjermani që 25 vetë? 2 milion e gjimës, Gjermani, Zvicër, Skandinavi, Belgjik, Holland, 2 milion e gjimës. Njerëz,
Zvogloj për 10 herë 250.000 dhe për qef mos bisedo. Për 250.000 bisedo, më largë mëse që iqë. A ka mundësi njoni me ngrejt gjishtin për 250.000 shqiptar i cili filan Gjermonit i ka bo davet në islam? A ka mundësi me ngrejt gjishtin? Nas një monirë, këta se ka provu as një njëri hala. Për shkak se njoni prej neve vetën hala në islam se ka therë. Hala vetën në islam se ka therë. Vetëm ash musliman, ama vetën në islam se ka therë hala. A ka mundësi dhe njoni me na kalzua helbet me thonë se muë nuk më kanë ardhë ato me libra të dera asë njëherë. Jo, ato të ative me libra me qonë të dera hiq panal dhvin. Dhvin e të therin Jehovas cojgën, shkojnë Jehovas cojgën, vin bramanizmën cojgën të therin, shkojnë ato vin kristën tumit, të vin evangelistën tum me rejnë që shqit tumi, shka s'ka gje vin të therin me rejnë me libra me qonë me a ke shkuti me qëndë me liber me i therë t'i kanë? A ke bo këtë fundën e herë? E po parat islami ka stagnu, burat e islamit kanë stagnu, ka stagnu islami, kurse burat e feve një herë provu në vitin 1991 në Republikën e Kosovës shkumi blejtën me parat e gjepit 850 copa libra prej këshillave të bashkësisë islame të Kosovës, të cilët libra kishin ngel nga për këshilla pashit 20 vite me radhë. 850 libra i blep, me parat e gjepit i blejtëm, jo me parat e huja. I pronëm Macedoni me i daktis pa pare, deshtëm të bojmë një të mirë, prej të mirave, 511 copa i daktisëm pjasin e Kumanovës, e pranun muslimanët dhe me thonë. Në pazarin e gjelbërt Kumanovës, 511 copa i derdhëm për një dit. E pranun muslimanët, e pranun, për edhejshin me avqu fejnë, për edhejshin. Mirë për shka ju ndodhe librave, në kofinin e hanit e lezit, ardhë për policia e Serbis, i veti shka janë ato libra, thamë, liber, literaturë, fetare, tha hesnin të para. Ardhëm në kofinin e Macedonijës, policia e Macedonijës, piti shka janë të libra, i thamë, libra, fe, tha hesnin të para. Ma i mrami polici ishte i popullit tonë, ma i mrami polici ishte shqiptar, a i kur piti shka janë të libra, i thamë, libra, fe, i murë me vete 8 muje, 15 dit dheri në zërën për i shtetit. 8 muje, 15 dit zgati dheri në zërën për i shtetit. E tani na për që keq shqetësohen disa xhallar me Hoxhi Jakupin, pse pe përmend ti këta? Unë pe përmeni këta, edhe do ta përmeni deri ditën e frimës fundit që të më japë Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Po e përmendi, do ta përmendim këta për shkatën e ponapitni pra. Nëse unë këta nuk ban me përmend, nuk ban edhe ti më mpit pse muslimanët po rrinë në vend, edhe qertë po ecën te para. Po rrinë muslimanët me një vend, se tribunat të cilët i udhëheqi Hoxhi Jakup Asipi në vitin 90, 91, 93 kanë të plazë vllazit e mi deri ndërpren. Ajo feja që shkon të para, ja me gazet, ja me televizor, ja me letër, ja me libër, ja me ders, ja me hitbe xhumos, ja me servitin e literaturës, me diçka duhet me botë i sen. Ska tribun, ska me shit libër, ska me dhon pare, ska me dhon zeqat, ska me dhon sadat, ska me këpon nasihat, ska me majt ders, ska me majt tubim gjami, e shka me botën e... Por rrim, por flini, kjo pa e ka formulën flini, musliman flini. Kjo formula kësa janë flini, musliman flini. Flini. Për qatë në jemi kështu. Numër 1, në numërin 2, pse jemi kështu që ishjemi? Unë fash pram një shembol, prapë për e thjelë jatë shembol. Njëri për juve ka një revole, e banë me veti revole me leje shtetit, për shkak se pa leje ajo s'banë mu bajt, haramat të bistik fa. Edhe ajo revole ati i merë 16 copa, fishek. Njërin fishek në ato këfirin e asaj revole zvetë e ka shti kaliber 7.65. Njërin 7.62. Njënin 3.60 presje 35, njënin 5 presje 5, njënin 7 presje 9. Aban, ajo aban. A i bitis punë? Jo, përgjigja nuk e bitis, për shkak se municionin sa në regull, radhitja shumë kalibra, nuk e përcel, as një nuk e përcel hiq. Ajo komplikohet puna asaj, nuk e krin punën. Mu kështu është fjala islam, muslimanët islami i ka sot loj kalibra, njoni 75, njoni 85, njoni 55, njoni 35, njoni 25, njoni 2 metre gjimës i gatë, njoni 1 metre gjimës, njoni 55 centim, njoni këte nën vakt vend 3 gram, njoni nën vakt vend 1000 kilogram, a i shka i 4 gram, thot hek nja,
Mirë në këta se kanë atra shumë repne, hek një kej tëri ta bani 3 gram sa une. Qonë pople e mori njërën edhe raska, shka kjeti, pse i rri që ka shumë? Kusht ka thonë ti me lezu që ka shumë, kusht ka thonë me mësu që ka shumë ti, kusht ta ti e muzgat që ka shumë, raska, bere kraj, ja heki një krajë, qëtërin krajë, veshin, mate, hala po duhet me hekja një kom. Jo hala s'ka na bo, hekja një kom, hala s'ka na bo, heki vjam pak, heki mish pak, heki zor pak, shka u bo? Ta bojmë 3 gram, apo? Për shkak se na 3 gram jemi, për qatë nuk jemi ato shka duhet me qenë, për shkak se kemi me 3 gram. Njone i thani vlaut vetë, tha din ti pse nuk realizohet e jonja, tha jo, tha ki qef me dit, tha po pasha zotit, po vallaj tha kam qef me dit, se e jonja s'po realizohet, tha sa përqin po ja për Republikën e Kosovës, tha 3%, qa është realizohet, tha 3%, 97 gjimë si jetë pa realizu, s'ka shumë muhabet, sa ke dhanë përqin, qa është realizohet, 97% jetë pa realizu, s'ka diskutim. Ki Kurani Kerimi, i cili është ndurët e tona, sa është përqin ki? Kja 100%. Sa për realizohet në popull? Heq përqin, pra heq përqin jemi. I për realizohet, po veprohet me ta heq përqin, pra heq përqin jemi. Djetë, pra kur ta pytësh njeriun, se pse ne muslimanët kështu për qatë? Njone e ka emnin Madein Bill Clinton, qetre e ka emnin Madein Jelci, njone e ka emnin Madein Fuloni, njone e ka emnin Madein Fuloni, me avshi registrimet, është si në autostradë. As një kërë shka të ka përceja nuk ka ku, njoni këmë, njoni më, njoni më të, njoni të, njoni sësë. Kështu edhe njerëzit me ndimet i kanë. Logika e njerëzve nuk përputhet. Shka ti qitesh për para, logikon mbi te. Shka ti servojsh prej Kurani Kerimit, logikon mbi te. Shka ti qitesh prej hadisit e pejgamberit, logikon mbi te. Qetër, e po të bi normal se që do të jemi. Në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, xhamati i tij kishte mentalitetin tjetër. Xhamati i tij ishte tjetër. Ai ishte xhamati i cili pritte çka po i servoni dërguari Allahu xhalla xhelalu ve xhalla shanu. Kur po i urdhon edhe kur po i ndalon, u kri. Ai kur urdhonte u bake punë, kur ndalonte u banke jo. E unë po e porosis një vlla prej vllaznive, një domaqin prej domaqinëve shtëpisë. Lejo xhallar mone. Një domaqin prej domaqinëve shtëpisë, i cili i ka 5 gjem. Ne ta provojë sa bale si vet. Nesër në mëngjes në ta provojë me urdhën ti çojë njerëzit, gjem të vend fush e shaf çka i del te shtëpia. E shaf me urdhën, jo kështu apo shkoni, po sot ti ke më shkuën mulli. Sot ti ke më shkuën pazar. Sot ti ke më shkuën toptan. Ti sot ke më shkuën me lavruarën. Ti sot ke më shkuën me çifarën. A që shtu bitisën punë edhe ki shkon të kafja vetë të shporeti si plak, a i del pak muhabet në bërë. Cëla është qështi prezent momentalisht? A i shka ka pas mullin, unë në shërë o babë ka me shku për këtë. Unë ka me shku në shërë, shfar mullin një sot. A i farës, o babë, kumë qëllë? Po që për thera, shfar thera? Shfar për shka të thera? Po gardhin, o birë, gardhin. Shfar gardhin ma ti? Shfar gardhin, po ku për shkollë? Po të jasë me shasë e gruja vesha. Qova fjallat bona operacitin o asizat me pa alas mushe. E po ku po shkojnë mëra me këtë zoj, po në koncert po shkoj. Në koncert, alir, a shkoj në koncert, pra. E koncert. Koncert vlazën dërshëm, koncert. Pra për qatë bota nërkam të tona puknon. Për qatë kejtë dunjoja nërkam të muslimanve puknon, se kejtë musliman puknojnë. E kemi mel fushën tel qiftelijës, për qatë puknon ajo. E kemi mel kejt bereqetin në salën e koncertet, për qatë ka bi. Për qatë ka bi mirë. Qerë ku po e melin? Qerë të kanë mel në boborën në universitetit. Qerë po e melin në bankat e shkollës. Qerë popoj po e melin në bifaqet e librës. Qerë popull po melin po e kukatin farën e vetë me majën e lapsit po e kukatin. Me shka po e kukat mina? Na po e kukatin me të shamë e norën, apo? Pse o gjë na kemi merë kështu? E qertë kanë shku, po qertë po ledzojnë, o vlavë jam i ndëruar, qertë po mësojnë, qertë po edukohen në shkollë, qertë po edukohen në universitet, qertë po ledzojnë, qertë shumë po veprojnë si pas sunetit për nga meriton, hiq pa jazon emnin, a na e kemi në fis, e kemi në bache, e kemi në nar, edhe po edukojnë si pas qerave. Rasulullah s.a.s. Para 14, para 15 shekujve, neve në mësoj si duni me qenë vital, kush shfare u duni me qenë? Në mësoj. Në mësoj si duni me qenë vital, shfare u duni me qenë? Me zbriqen e 5.000, 6.000 disa ajeteve në Kurani Kerim,
të cilët janë të gjithë komplet dituri edhe punë, edhe ukri, e çka ka që të sen? Dituri edhe vepër. Mëso, puno, s'ka që të sen. A thu sa ke Islami ai komplikum, di fjalë ke, lexo, puno. Ndëgjo, nalu. Urdhno, ndalo. Ukri, çaça Islami jon. Jo çaç në atë kuptimin s'ka më shumë mo, por këto i ka baza. Po ktheham në ajetin e Allahu xhalla xhelal 36 Kurani Kerim. Allahu xhalla xhelal në surën Ibrahim, në lutjen e Ibrahimit, në vazhdimin e lutjes Ibrahim alayhis salam thot: warzuqhum min ath-thamarat. Këto që po t'i lëm këtu, jap ju me hëngër prej friteve, prej kokrave të friteve tua të pafund. Kështu min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Pra, shtëpi jo, qytet jo, rrugë jo, kanal jo, frit jo, kokër jo, ujë jo, o t'jap ju me hëngër. Teri ditën e kiametit t'jap ju me hëngër. Çështja e ka rënë ndonjë xhimu u çun kom me qenë se është i spret. Në gjuhë edhe fol shpejt, thot ja poja jo ka mundësi me na tregu se në atë vendin ku smellet kur gjo edhe skorrët kur gjo, sa ka me hëngër. Kur shkojnë haxhit e shohin atje. Jeshil s'ka kurkun gjë normale. Rafsh s'ka kurkun gjë për Mekka kam fjalën. Rafsh s'ka kurkun. Vetëm kodër edhe guri i djegëm, kur gjo s'ka tjetër, se di punë janë. Kodër edhe guri i djegun prej dillit me miliona vite rrezja dillit mbi ta. 1000 kg gurin mujtesh me shkapardar me dorë për 3 minuta. Këta i korat, këti coptum si ti njoki kur qatë. Ama sa ka me hëngre me pi. Kanë thonë njerëzit veç ka kanë dëshmu se jo, qato gjona shaj kam pa në gjëllë ka ti, ma mirë ke menja se edhe 10 vet ati po jitë ke me hëngre qërë. Si vet edhe për 10 vet, mot edhe për 10 vet, qëtërin mot edhe për 10 vet, e pika pra, që të na interesant, këti kanë me larat, këti insant janë tutëm. A i kini nuro, këti tutën. Ska? Bajha, si vet e maroj, si vet maru. A këti fusha jeshil, këti moli jeshil, këti fusha jeshil, këti moli jeshil, këti njerëzit frigu. Maru, ska? Po pse vre maru, qka banët? E po qes, po shitët bërjava, po nuk shitët? Qka nuk bon shiti? Ajo që nuk shitët, a unë i kanë fajeta. Edhe ajo që nuk shitët i ka fajet kalibri jot, që nuk je i kalibri që ka din me shit. Për me shit, ti dush me bo një pun para se me shit, qatë pun ti s'pëm gonë mua me bo, ka me të pa shit. Para se ta shit është një pun, qatë pun ti se dhe dion, ti edhe nuk pëm vetë mua, se shka është ajo puna për me bo, që unë du muj me shit, të në tja, unë të kalzoj, ti thua, jo, këtam këtu musëm pra këtu. E di pishti, këtu jo këtu. E po ma e pa shit, pra, si ta ma ish pa shit, tutësh. Kurse a gjek të pun nuk janë, Ibrahim a.s. me mija vite tha, Rabbena, warzuqhum min ath-thamarati, la'allahum yashkurun, tha, jap ju me hëngër prej friteve tua të pa fond, edhe ato me siguri se do t'jenë prej ative që ti e nesër ta din faleminder. Po këthajme po thëmë prap, në vendet tona, njerëzit kanë shumë, mielin shumë, korrin shumë, tutën shumë. Këti kanë këtë shumë, tutën shumë. Kur qkoj njoni prej neve të ara vetë, e ka me larën bereqet, edhe e shak ka kalu di shka në skaj, ja ka shkel një roj, në alët mbjat rojën e këshirë, shka ka shkel, i haron 1 milion roj, tani na ketë në regull, të qaj roja shka ka shkel e zezori me gjithë, komision me qitë, me gjithë një njeri, a gjithë, kush të dale ki që shtja thu, rojën ma ka shkel, rojën ma ka shkel, qështu del fol me plot gëll, ma kishin shkel, me kar një roj, ma kishin shkel, qështu thot. Interesant, a gjen ato vende ku shkojnë muslimanët me bo vizit haqin, a gjen kur kush kërkan se shkel hiq, kur kush ja shkel, se zallë nuk shkelet, pazari plot, pi a gjen din këtu interesant, në vend se ki popull, të më falni, në vend se ki popull lavdrot, e kur shkojnë haqinët thoja a gjen, unë ka marë pi vendit jeshilt, pi vendit që toka ashe jeshilt edhe moli, ashe jeshilt që shka s'kam pru këtu, dur në gjep a shkojnë pi a gje, pi ati venit thap, jak dimi marë ka gje be këtu. Be këtu një qonde, ja vegjinve, qka mos grave, burave, kujshive, shokve, juve pi a gje ku smellët, pi a gje ku skorët. E kam fjallën e fundit, se Allahu Gjelle Gjelaluhu lutjen, e të dashurit vetë para 1000 viteve i ka thonë, kësaj lutje do të i thojmë po, e ti që po e lip do tjetë gjithmonë po. Lutnu, lutju o musliman Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu, ate që e ki ta ban shumë, ama tutën ta hekkej. Lutju kështu, o Zot,
atë që e mella nar, edhe vakti atashit mellave, të keni kujdes, si veç ti mot i kam fol në këtë kursit xhamia si hoxhi katunit disa fjalë pi postris prap. Atë fjalën s'kemi hesap. E ma merr kush ka qenë në xhami, s'ka hesap apo. Shti bëhet gabimi. Unë jam kon me kërë ditën e shtunë nesër jam Veles. Unë nuk e kam ditë se në Veles ka 100 hektar, 200 hektar aranxheri. Patligjona ka këti shti me shinë pazar. Unë kam kujtu që janë të alpi Irani ato. Ato ishin në shtëpinë tonë. Për ata s'kish hesap. Unë e nëse kam mësu pëse s'kish hesap me millë të na. Po s'ka dhe të na hesap me millë, pëse me millë? Se ato duhet mushit, tasa aranxherijës duhet mushit, për qatë të na s'ka hesap. Specat e strumicës duhet mushit, për qatë të na s'ka hesap. Bostan e strumicës duhet mushit këtu. Mollat ai gjali piori, shka pi be po i shetë për dit ka 10 kile, për qatë të na s'ka hesap, se ai duhet një prumishit pi agje, se për ndrishëm i mellë na, ka hesap. Ori një enderuar, largoni u mendimeve të futuna prej qerve në popull, se s'ka hesap që qerët janë të interesum, ti mës me punu që ato të kënë hesap. Për qatë janë të interesum. Ti mës të punoj shtonën, a i të punojët vetën, të në a i ka hesap. Ti një mes ki hesap, urno mës ju shke parës tone, e vogël amanar tone, ke hesap. Edhe për fund pa famë, se mas 50 viteve, mas 100 viteve në këtë teren, kushtu të tash të aravat nuk do të ishet, mas 100 viteve në këtë fshat, ato që ka do t'jetojnë vetëm me një shnik tokë, do t'jenë shumë më pasanik se ju me ka 50 shnik që tutën i tash se në të këtë dare. Kështu do të vjen puna. Në 500 metre vend 4 orë, do të bajnë i dare ma shumë se ti shka banë sot, për shkak se do të apunojnë me metodën e vetë, do të prodhojnë me metodën e vetë, edhe do të shesi njerit në atë vendin e vetë, me mënirë të shqitë se jo të sodit, me mënirë shqitë se ndrishe. Ajo që do të shqitët nesër, muj me ju spjegu, jashtë të gjamiës tash nuk kemi ko. Di fjalë shkurta për kurbanin, pasi që sot është gjumoja jo e fundit, ama pazari i fundit. Do me thonë na para bajramit edhe një gjumoja kemi me bo ders, ama para bajramit është edhe një mërkur për në pazar me dal. Me siguri se gjemati është i interesu me pas, me ble kurban, me bo enin zate e ka kurban bajram, Allahu inshallah me mire marja o bjen muslimanve, kur dilin pazar me ble kurban, të gjithë e din prej pleshve se shfare duhet me qenë, a i fa hajvani, a i fa gjallese që të rableni, ato gjemëtëri si veç ka e në bo domaqina, dikush a bo si vetë domaqini ka dek baba, ka problem. Duni me pas kujdes, hajvani që ka blet kurbani ka dësharte, dalohet prej ati hajvani që ka sash, ka për gulli, ka për mishe, për darsëm, duhet me bo kujdes me jakshira i ka dhomt, po dhenve mës ju këshirë një ju matrica ka dhomt më në tepër, të në melon pa blese si kishin këtë dhomt, se dhenë vesh milion ka dhomt, ta kini në merën, pra qato dhomt, qato në shka i ka në tiket kejt ose ma shumë se gjimsa, në tiket vesht ose ma shumë se gjimsa, në taket bishtin ose ma shumë se gjimsa, për hajvan të mlaj, divet e përpej qka ka hi, për hajvan të mlaj, kush do me pre musher, lop, ka, bull, bullic, ka mundësi, në të bleje prej divet e përpej. Mëse interesoni ba, a i pat divet, se njoni e kish me kalendar, shti e dini ju me kalendar, shti janë hajvan të po. Shti ketë hajvan kanë libreza, kanë letër njoftim, lëpa eme, filan ditën ki vi që jam, a i ka divete, edhe një ditën e bajramit edhe një ditë s'pi bajnë këtë divet, banë për kurban, o bura, nuk kanë me sahat kjo pun, kjo nuk kanë të shku askeraj, banë një mujet, 15 dite, 10 dite, do me thonë, shëriati kur ka thonë, divet, do me thonë, para fërstisht, divet, e ka hi për 3, qatë prej hajvarve mdoj, prej të veçlive, se kur thot delja dhe dhia, që e kanë një mot e kanë hi për divet, edhe kanë thonë ulemot, se nëse delja i ka 6 muj, do me thonë ashrunak i thojmë na, është këngjë, është runak, është 6 muj pash, është mirë rritu në vete ka ushime të omër, është bukur, edhe ka kolot në vendet buta, sa që në bilikin e venve, nuk datë në të pamunit, nuk datë për venve arrit asgan, ani se i ka 6 muj, edhe ata bleje për kurban ban. Këto pra në pikat shkurta, lidhe me kurbanin, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu në Kurani Kerim ka thonë, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, ta Allahu me siguri së do të arrini me gjakun e ative, as me mishin e ative, po me një jetën e pastër që keni ndaj Allahut, me ata do të arrini. Se vapin kemi ndëgju prej njerëzve kanë thonë, habe se sa me ranësibe, nuk ka me ranësi, gjakja me ranësi, hajti, jo burra, nuk ka gjaki i kurbanit me ranësi. A i di bankat e Allahu Gjelle Gjelalu nuk i ban. Me der gjakun ti pik të terit të kozhara me esë për gjatë dhe kote ke.
Allahu në Kur'an e ka thonë të kundërtën, njerëzit për e thoi jashtë a gjamiës të kundërtën. Gjak jam ranësi. Kush e ka folë këtë fjallë, aj hamam kush akon tibën e disha. Allahu në Kur'an ka thonë, len janala Allah luhumuha, wala dimauha. As gjaku, as mishi të Allahu nuk kanë pesh. Pesh ka të Allahu njeti juaj, a i njeti cili e ka ash vendos kurban me pre, a fjala kurban dhe me thonë afrim. Afrosh të Allahu më njetin tanë. E inshallah Allahu pun të tona me njeti pagune dhe njetet të tona kabul i ban inshallah. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu që namazin e gjumaz prej neve gjithve kabul të ban, edhe prej këtë muslimanve anë e ban votës inshallah Zotir Azi bohën këtë ditë më dhe sot.